O djem, ju përshëndetim me këtë këtë. Më zëmë thumë apo vjen xhami njëme. Që shumë po. Nuk mund të marrë xhami se si burr i mirë. Xhamia është për njerëzit mirë, për njerëzit që spin raki, nuk lujnë kock. Zbojnë bëdëllakina. Unë një shqip bëdëllakina kam me vete. Unë vjen morë dhe më poti kush në xhami me. Qa kanë me lyp njerëzit cionet, njerëzit e këshi në xhami, o burr. Nuk është xhamia për njerëzit e këshi, besani çfarë them. E për ata bën njëherë gabime. Gabimet e mia s'punonin, s'u mundom me largu pe alkooli. Më alkooli ma ka marrë fytyrën, më ka pru për 5 porë, më ka po, o vllozit e mi. Ç'm ka po? Më ka zbardh. Kam stres, kam probleme. S'pa merr mendja më jam sy xhamis, me shku në xhami, kurse ne të bëj budllakina, peraki, luj komor. Pi duhan. Ta na zeza, ta zot, çfarë me njerëz. I ko bu. Xhamia nuk ka nevojë për si njerëz të këqij si unë jam. Njerëzit e këqij nuk kanë çfarë lypin në xhami, o vëlla. Ju përshëndetem me këtë ditë ju rujt Zoti. Shkoni ju në xhami. Unë s'jam për xhami, se s'jam burr i mirë, për vete po foli. Ju jeni të mirë. Dilni bëni 100 zeza i bëni, e kishë për shkoni në xhami. E me ja marrë Zotit këtyrën. Hajde mos ma shavani poshtë familjen. Leni rato burr, s'po du marr.